Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun jalla jalaluhu falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Nësa lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozër, kemi trajtuar në disa tema të kaluara, disa çështje që kanë të bëjnë me fjalën e Allahut xhallahu ala me Kur'anin. Dhe kemi thënë se ka do që ti qasësh këtij libri të del në pa qartas do të thotë madhështia e këtij libri dhe begatia e Allahut xhallahu ala ndaj robëve të tij. Dhe në takimin e kaluar kemi marrë trajtimin e besimit në Kur'an për ta shfaqur madhështinë e këtij libri. Do të thotë tema më kryesore dhe më kyçe e njerëzve në këtë botë, si trajtohet në librin e Allahut xhallahu ala. Dhe ky trajtim është mahnitës i si ndërtohet në kuptimet caktuara që i kemi trajtuar në takimin e kaluar. Dhe kjo nuk është vetëm temën e besimit, por çdo temë që e trajton Kur'ani është më të vërtetë një trajtim aq i përkryer, aq i plotësuar, aq domethënës, ndërtohet në sjelime të qarta, synon objektiva të qarta, të caktuara, të gjitha këtu i shërbejnë pastaj një mesazh i caktuar kështu me radhë, të ndërlidhura njëra me tjetrën aq bukur, saqë më të vërtetë çdo lexim, çdo kuptim i kësaj ta shton bindjen edhe më tepër se nuk ka mundësi të jetë nga askush tjetër pas nga Allahu xhallahu xhelalu. E kur ta kuptosh pastaj se vetëm nga Zoti xhallahu ala kjo ta shton pastaj edhe më tepër edhe dashurinë ndaj Zotit, po edhe respektin e këtij libri dhe gatishmërinë që ti je sa më i lidhur me këtë libër dhe më i gatshëm për të zbatuar dhe praktikuar ato që përmban në vetën e tij ky libër. Andaj dua që edhe sot të vazhdoj me temën e kaluar, jo me të njëjtën, por me një trajtim të radhës, që edhe me këtë trajtim të shfaqim përmes disa pikave normalisht shumë shkurtimisht madhështinë e këtij libri. Nëse kemi nevojë për to trajtime të shumë anshme që me të vërtetë sa më qartë të shpalosim, të prezantojmë bukurinë e këtij libri dhe madhështinë e tij. Kemi trajtuar besimin në takimin e kaluar dhe normalisht pas besimit vije më një herë trajtimi edhe i aspektit të adhurimit ndaj Zotit xhallahu xhelaluhu. Dhe kur e shikon si e ka trajtuar Kur'ani çështën e adhurimit ndaj Zotit xhallahu ala, me sa të baza e ka ndërtuar, dhe kur ta shohësh pastaj se çfarë synon realisht edhe Kur'ani me mësimet mbi adhurimin, edhe kjo është diçka mahnitse. Të bën që me të vërtetë të ndihesh i privilegjuar për çdo adhurim që e kryen te Allahu xhallahu ala. Të ndihesh i nderuar çdo mësim që ti e zbaton në lidhje me atë që të ka mësuar libri i Zotit xhallahu xhelaluhu. Padyshim se tema e adhurimit në Kur'an është një temë nga temat më specifike krahas besimit që i ka trajtuar Kur'ani. Dhe tërësia e këtyre mësimeve të ndërlozur në fund të fundit e nxjerr një rob me të vërtetë të adhurues ndaj Zotit xhallahu ala. Një rob i cili me një adhurim shumë kualitativ, me një adhurim shumë cilësor i drejtohet Zotit të tij. Një adhurim i cili nuk është vetëm thjesht në çmim dhe përbuzje, sikurse në shumicën e rasteve adhurimi ndaj ndokujt tjetër pas Allahu xhallahu ala e bën njeriu deri në atë shkallë. Por është një adhurim i cili e bën njeriu me qenë ngritur, me qenë i lartë, e kështu me nga dobitë shumëta që do t'i përmendim me lejen e Allahu xhallahu ala. Çështja e parë do thotë që edhe e synon Kur'ani përmes adhurimit, por edhe e arrin besimtari përmes adhurimit është do thotë dëshmia e vazhdueshme dhe e pakontestueshme se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu xhallahu ala. Prandaj çdo adhurim që ne e kryjmë sipas asaj që na ka mësuar Allahu xhallahu ala, ne realisht edhe vërtetojmë këtë dëshmi që kemi thënë në fillim të islamit ton. Ne kemi thënë la ilaha illa Allah. Ne kemi thënë se nuk meriton të adhurohet me drejt askush pas Allahu xhallahu ala. Kjo është thënie, është deklaratë.
është deklarata dëshmia më e madhe që është në fytyrën e tokës. Mirë po edhe dëshmia ka nevojë për dëshmitar. Do të një dëshmi për të qenë e fuqishme e stabile ka nevojë për dëshmitar. E dëshmitarët e kësaj dëshmie për neve në raport me Zotin janë adhurimet tona, punët tona, që ne ja dëshmojmë Allah xhallahu ala. Dhe çdo adhurim që ne e kryjmë në Islam, çdo vepër të mirë, çdo punë të mirë që ne e kryjmë në Islam, në raport me Zotin xhallahu ala është fuqizimi i kësaj dëshmie dhe është një koncept edhe rrënjësimi i kësaj në zemrat tona por edhe në komunikim me jashtë. Allahu xhallahu ala përmes adhurimeve që i kërkon për neve në Kur'an dëshon të na tregon se adhurimet në shumicën e rasteve të ndërruar Zot ndoshta nuk dihet arsyeja pse. Për shembull, në qoftë se Allahu xhallahu ka kërkuar nga ne me fal namazin. Dhe ka kërkuar që këtë ta bëjmë 5 herë në ditë. Cila është arsyeja që është 5 herë në ditë, nuk është 7 herë në ditë? Mund të përmend disa nga arsyet, po nuk mund të themi se këtu janë dhe pikë, s'ka tjera. Dhe pikërisht për këtë arsye Allah ka bërë 5. Allah dhe mësat. Karim të adhurimi i zeqatit, për shembull. Pse është 2.5% e pasurisë e kërkuar me dhon? Pse nuk është 1.5, pse nuk është 3.5, po 2.5, 1/40 e pasurisë japet. Nuk e dim na këtë punë. Kështu është haxhi, kështu është agjerimi, kështu më radhë. Andaj shumica e adhurimeve është ndërtuar në nështrim dhe përulin dhe Allah xhallahu ala. Për këtë arsye besimtari e adhuron Allah xhallahu ala si reflektim i besimit të tij në Zotin, si gatishmëri për të nështruar atij, si falënderim ndaj Allahut për begatitë që Zoti ka begatuar në formën që Zoti nga e ka kërkuar. Na fal namazin këtë mënyrë për çfarë arsye? Nga se Allahu xhallahu ala ka kërkuar për neve që nëse doni Allahun ta falënderoni dhe Allahu të jeni mirënjohës për begatitë që i shfrytëzoni, kjo është mënyra e falënderimit. Ai na mëson si duhet ne e falënderojmë. Ai na mëson neve si duhet ne të jemi mirënjohës ndaj tij. Prandaj, për të qenë mirënjohës ndaj Allahut dhe falëndërues, ne i kryjmë këtë adhurim. Kush na ka mësuar këtë bukuri të mirënjohjes dhe falënderimit dhe të përkushtimit? Fjala e Allahu xhallahu xhelaluhu. Gjithashtu besimtari do të thotë e ndin vetëm se është duke u sprovuar në jetën e kësaj bote me nënshtrim dhe mos nënshtrim. Është duke u sprovuar në jetën e kësaj bote me këto adhurime, se a do të jetë robi Allahu xhallahu ala apo do të jetë diçka tjetër. Për të arsye dhe Allahu xhallahu ala thotë në Kur'an: "Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Dhe kur Allahu e sprovoi Ibrahimin me disa fjalë, e sprovoi Allahu xhallahu ala për ndatimin e çavës. Është sprov. Nuk është lehtë për Ibrahimin se me ardh pjesa e largësie, pastaj pastaj gjithashtu pa përkras, pa mjetet të mjaftueshme, me ndërtu një shtëpi që do të mbetet vendkthimi i njerëzve deri në kiamet, kur ata Allahu xhallahu ala adhurojnë. Fa atammahunna. Dhe Ibrahim sa i plotësoi këtë fjalë. I plotësoi, do thotë e plotësoi këtë urë deri në fund. Por Allahu xhallahu ala e quajti këtë ibtila, sprov. U sprovua kvaliteti i besimit dhe e dëshmoi Ibrahim se në cilë nivel është cilësia e besimit e tij. Dhe Allahu xhallahu ala ka thënë në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar njerëzit as xhenet për asgjë tjetër, pasi të më adhurojnë mua. E njërin këtë botë ka shumë punë që mund të bëjë. Ka shumë qëllime që mund të realizohen. Andaj është në sprov se angazhimi i tij, preokupimi i tij do të jetë në çfarë drejtimi? A do të jetë në drejtim të rolit që Allah e ka përcaktuar, apo ai do të përcakton rolet e caktuara për veten e tij? Sikurse njerëzit shumë në rasteve i përcaktojnë vetes rolet e caktuar. Ka njerëz nuk kanë rol në këtë botë pas me hongër me pi. Të gjitha angazhimin në këtë botë janë nënshtrojnë këtij qëllimi. Do të edhe lodhjen, edhe angazhimin, edhe dijen, edhe gjumin, edhe punën, krejt që ka në këtë botë, ai ka për me mujt me hongër mirë. Edhe me pas me pi edhe me vesh. Qëllimi ka një jetë, synim, jeton për çit punë atë. Ka dikush jeton, këtë jeta i shkan që me kon dikush, me i thon dikushit
filoni e shkon qështu. Jeton për autoritet. Dhe të synim jetës i është autoritet. Ka njerëz në këtë dunja që realisht kanë përcaktuar rol të jetës tyre që ta kënaqen dikën. Veç dikush që e dojnë me i thonë tash më kënaqe. Kur e arrin këtë punë, unë edhe me dek tash se kam gojnë. E kështu më radhë. Ka rolet shumë që njerëz përcaktojnë në kësaj bote. Kur'ani na mëson cili është roli jonë këtë botë. Adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala. Prandaj, a nuk është kjo madhështore? Do të thotë ta mëson reflektimin praktik të këtij besimi, duke e legjitimuar këtë adhurim si duhet, duke të mësuar pastaj si të jesh mirënjohës ndaj Allahut xhallahu ala në forma të ndryshme, jo vetëm në një version, nga se ti shfrytëzon begati të shumta të llojshme. Prandaj përderisa shfrytëzojmë begati të llojshme, është e logjikshme dhe arsyeshme që edhe falëndrimi dhe mirënjohja të jetë lloj-llojshme. Prandaj ka lloj-lloj adhurime apo. Sikurse ka lloj-lloj begati, ka edhe lloj-lloj falëndrime. Dhe këtë na mëson fjala Allahu xhallahu ala. Na mëson se roli jonë këtë botë nuk është me shëtit dhe me bredh, nuk është me ongër e me pi, nuk është me flajt. Këto janë mjete që na duhen, por roli jonë këtë botë është jemi rob të Zotit, adhurues ndaj Tij. Dhe këtë koncept të jetës dhe këtë kristalizim të këtij qëllimi dhe këtë reflektim praktik të besimit tonë në Allahun që kemi besu, duke e madhruar, duke qenë falëndrues dhe mirënjohës, në mënyrë të përkryer dhe perfekte e shfaq Kur'ani përmes shumë dispozitave, shumë mësime dhe udhëzimeve që kanë të bëjnë me adhurimin. Dhe kjo e shfaq, nëse meditojmë rreth kësaj, padyshim e shfaq madhështinë e këtij libri. Dhe e shfaq nuk ka libër kështu në botë që e gjen ti që në këtë mënyrë, do thotë në mënyrë të ndërlidhur mes adhurimeve, e shfaq njëjtën pamje atë. Do thotë kado që tek shikosh besimtarin, kado që të banaj, nuk den tjetër pas Rabi Allahut. Shikoj nga ky kënd Rabi Zotit, nga ky kënd Rabi Allahut, nga ky kënd adhuruesi Allahut. Shkoj për mas besimtarin Allahut. Ka tek qysh. Do thotë sa rajt vepron në kuadër të këtyre mësimeve nuk del tjetër pas Rabi Allahut. E sot laramania është problem. Apo laramania e njerëzve, shumë ngjyra që nuk din çka ka ky vëlla, cili jetë ai çka. Janë shumë versione që njerëzit sot fatkeqësisht po i shfaq, janë shumë role që po i luan. E për ta unifikuar jetën e tij nga shumë shpërndarje, shkapërderdhje, për ta unifikuar ngjyrimin e tij, unë jam që ky, arrihet përmes këtij libri. Arrihet përmes fjalës së Allahu xhalla xhelalu. Gjithashtu kur fjala për adhurimet e shohim se Allahu xhalla xhelalu përmes adhurimeve në Kur'an që na ka udhëzuar për to dhe dispozitat që Allah na ka mësuar, realisht besimtari fillon të fiton një lloj imuniteti të fuqishëm që e mbron nga të gjitha viruset e jashtëm dhe e fisnikron shpirtin e tij. E kjo është devotshmëria, takvallahu. Thotën takwa, në gjuhën arabe devotshmëri është pengesë. Takwa, diçka që të izolon nga bota e jashtme, jo në kuptim të mbylljes, po në kuptim të mbrojtjes. Për këtë arsye besimtari që ka përmes adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala imunizohet dhe fuqizohet dhe izolohet aq shumë sa që kudo që të vendosësh nuk e prish ngjyrimin atë. Qase për shembull ti mundesh me marrni mi vesh të pastërta ku në shtëpi. Ai veshë shumë paq, po duket shumë mirë. Si të rrug zhytesh atë. Sunëron pastërtinë atë. Të duhet një mbrojtës që ta ruan pastërtinë. Andaj Kur'ani ta jap këtë mundësi. Pastërtinë e besimit në Allahun xhallahu ala, pastërtinë e sjelljes dhe edukatës që e arrin përmes adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala, realisht nuk është vetëm arritje e kësaj, por është edhe një lloj imuniteti. Kudo që të është besimtari, kudo që të vendosësh, bukurinë që e ka fituar përmes adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala nuk mund t'ia prish asnjë rrethon, asnjë situatë, asnjë shoqëri, kudo qoftaj, mbetet i veçantë. Prandaj shikoni për shembull ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishin të veçantë në Mekë. Mekë do të kishte lloj adeti në kohën e hershme të pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dalloheshin ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dalloheshin në Medinë. Dalloheshin kudo që shkonin. Ishin të veçantë. Ishin të do të thotë
mbrojtur nga çdo njollosje jashtë natën. Kush u ambron të bukurinë e besimit? Kush u mundson të që të ruajnë qiltërsinë e besimit, kullueshmërinë e edukatës, kush u mundson të? Adhurimin e Allah xhallahu ala. E ku e morën këtë adhurim, këtë imunitet? E ku më gjetna? Në Kur'an apo. Prandaj, thot Allah xhallahu ala për shembull për namazin, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi krahas që është për uljen e Allahut, është falënderim, është kënaqësi shpirtërore, është mirënjohje ndaj Allahut xhallahu ala, është edhe një lloj imuniteti për besimtarin që e ruan nga të gjitha virusat e smundjeve të veprimeve të pahishme, të pamoralshme, punëve të këqija. Do të namazi e imunizon, vendosë ku dush, letrin me kënd dush, namazin nëse ka kryer si duhet, me lejen e Allahut xhallahu ala mbron e ruan. Jo për shembull njëri i ruajtur, sitri me do njerëz u prish, në javë të prishën. Ku është imuniteti? U smun nga smundjet e caktuara shoqënore apo. Nuk e ka kuptuar drejt adhurimin. Po ta kesh kuptuar drejt adhurimin sipas asaj që Kur'ani ja ka dhënë. Jep imunitet. Wallahi është izolues, aq i fuqishëm, s'ka ka hyn uji i dunjas, më thënë, s'ka ka. Vjen deri te muret e këtij izolimi, po s'ka mundsi me deportuese, izolimi është i fortë apo. Prandaj këtë izolim kaq të bukur, kaq të fuqishëm, kaq stabil na jep kush? Kur'ani, përmes adhurimeve që i kërkon Zoti prej nevojave. Dhe kjo bën këtë fe të bukur. Ti lexon për çdo adhurim në Kur'an, Allahu kërkon këtë. Nuk e lexon thjesht vetëm si adhurim, nuk e lexon thjesht vetëm si kërkesë, por e lexon thjesht edhe si një fuqizim i këtij izolimi, si një imunitet i shtuar që të ndihmon të mbijetosh në botën e shumë smundjeve, të mbijetosh në botën e shumë virusave, të mbetesh i shëndosh. Krejt më uprish, ti mbetesh i shëndosh. Dhe shëndeti yt është aq i fuqishëm sa që i shëron të tjerët e nuk lejon që ti me të smufën. A nuk ishte kështu shëndeti i besimit pejgamberit alayhi sallam? Kështu ishte. Kur erdhaj, a pa dikush i shëndetshëm shoqërinë e tij? Jo po. Të gjithë i kish prek smundja nga ndonjëon. Smundja e idhujtarisë, smundja e mohimit, smundja e mendjemadhësisë, smundja e lakmisë, vuante shoqëria nga këto smundje. I vetëm ishte pejgamberi kur filloi. Ai ishte i vetëm. Mirë po mbeti vetëm? Nuk mbeti vetëm. Deshti Allahu xhallahu ala që me shëndetin e tij, po them kështu kushtimisht, apo ti shëron atë të tjerët dhe mos ndodhe kundër ta. Pe ka të ke fuqi, po nuk është fjala e parë që zbriti, lexo pasoj, çka i tha Allahu xhallahu, pasoj. Qumi lejla illa qalila. Çu falë natën. Namazi të bën të fuqishëm. Që ka falë natën, qumi lejla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu. Do falu ta natën shumicën apo paksoj e pak, realisht çu falë natën. Udhëzimi i parë ishte falu. Nga se namazi të bën që të mbijetosh në botën e këtyre viruseve, këtyre smundjeve. Andaj besimtari e merr këtë izolim dhe këtë imunitet nga Kur'ani. Prandaj edhe bën këtë libër të veçantë për besimtarin, nga se nuk ka vend tjetër ku ai imunizohet dhe fuqizohet përse tek libri i tij. Andaj nuk e lëshon, e ka në dorë, nga se këtu e ka shpëtimin, këtu e ka imunitetin, këtu e ka sigurinë, këtu e ka shëndetin e besimit të tij. Gjithashtu adhurimi që Kur'ani e prezanton të ndërrozë krahas parës së dytës, krahas saj. Adhurimi që Kur'ani e prezanton është ushqimi i vetëm që i përshtatet shpirtit besimtarit. Për shembull, a ka ballon këtë dunjë ushqime që i përshtaten çdo krijesave? Ka ushqim që i përshtatet njerit. Po çaj ushqim që i përshtatet njerit nuk i përshtatet lopës. Sonahan. Po atë ushqim që ka përshtatet lopës, sonahan njerit. Me po më hongër ushqim e lopës, bo këtë des. Sonahan, dhe helmuash. E ke po mbeturin të ushqimi që jesin i mbledhëm ja gjyna kafrë, për ta është ushqim ekstra. E ka përshtatet Allah gjithë shka. Andaj fatkeqësia është kur njerëzit duhen me hongër ushqimin e tjerëve. Andaj i bën zëra shpirtit kjo Allah, punon. Se ta e kanë lëndu shpirtin, e kanë plaguar, do e kanë mit grejt. I vetmi ushqim që e kënaq, i përshtatet këtij shpirti është fjala Allah xhallahu ala. Andaj të qetëson, e tje prehje,
e të ngop, e të jep një farë lumturie, kush? Kur ti përshtatesh asaj që Kurani ka kërkuar. A nuk është më të ftohtë? Madje nga kvaliteti i këtij ushqimi kanë ardhur Kurajsht fshehur azi, subhanallahu. Kurajsht Mekë e mohon pejgamberin sa, mohon. Thanë ti po gënjen, ti je magjistar, ti po na mashtron, sa është kjo e vërtet, po ti po na bën magji neve kështu më radh. Ditën kështu shpifnin. Natën vinin fshehur azi. Me ngu pejgamberin ka thënë Kur'an apo. Pse? Si ja u lyp ke shpirti, kur e ngun një herë, ja u lyp ke shpirti. Ubej ibn Khalaf, një nga kundërshtarët më të mëdhej të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kur shkoi me i ofru pejgamberit sa disa oferta, i tha nëse be nipi jon, nëse i smut, ti mbledhëm re parat keq çka kena Kurajsh me dukatë me keq çka kemi më mbledhë kena me çumë të shnosh të mjeku më i mirë në dunjë ato. Nëse të kam me të zhek me shiko e nënçmun. Nëse don me kët mision ti në i grut kam me të zhek do me pas femna, po këtu ti bimna, a'udhu billah. Pejgamberi ndëgjon ta. Nëse don pozit, s'po din ç'po bëj parë jone, hajde me diçka, po të bëjnë atë parën veç lebe këto mësime se të lash na bënë me to. Lej këtë udhëzime, lej këtë fe tre ku e gjetë këtë fe lekta. I thon te Ubej ibn Khalaf pejgamberi sa. Dhe pejgamberi sa më ndëgjoi në fundi tha: "E farakte ya Abu Walid." A kryve, a përfundoi atë po. Tha fesma edhe, ngam tash më çka i marrëm. Dhe e lexoi disa ajete të Kuranit. Subhanallah, e mposhti Ubej ibn Khalaf. Heshti asnjë fjalë se foli, shkoi tek grupi i Kurajshve, atje pritnin elita, Ebu Lehebi, Ebu Gjali, pritnin çfarë po ja përgjigjet tash pejgamberi sa. Kur shkoi tha: "Unë kam dëgjuar një fjalë që wa inna laha latalawa wa inna laha lahalawa." Aja kishte një ëmbëlsi. Aja kishte një ndikim, nuk di ç'më thon çka kom gune për Allah. Shikoj, ishte kush? Ishte i dhujtar, ishte armik i pejgamberit. Po nuk pat mundësi shpirti i tij me i rezistu këtij Kur'ani nga se ishte ushqim që ai kurse ka dëgjuar. Po thuaj se po thon te Ubej ibn Khalaf, që tash dëgjush fillova mungi, që tash dëgjush po kënaqna. Kur ndajë fjalën Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj adhurimet që Zoti punon në Kur'an janë ushqimi i vetëm i përshtatshëm që këtini përshtatet ato. Dhe sigurisht që kemi thënë disa herë, merri këto adhurime që Allah na i ka obliguar, merri këto adhurime. Merri këto adhurime. Qëra mundet këto adhurime me të përshtatshëm për ne krijesë Allahut? E pamundshme është. Sa është e mundshme? As konstrukti fizik i tyre s'ka mundësi mi u përshtat kujna? Adhurimet tona. Ndërsa shumë punë që njerëzit i bojnë në dunja, që konsiderojnë se këto janë të mira, vallai ka më mirë sa i bojnë apo. Shumë më mirë sa i kryjnë apo. Edhe më suksesshëm, më mirë se njëri i bojnë. Që jap me kuptuan njëri për me bajte, me ngajte, me fryje, me koni i mirë, ka bu Allah dhe kërsa tjera apo. Ty të ka më për të punë tjera. Që kjo është që të përshtatë ty apo. Andaj përshtatja asaj që Allah të ka përshtat me te. Kush të jap këtë përshtatshmëri? Fjala Allah xhallahu ala. Gjithashtu për asaj për fund dua të që me këto adhurime Allah xhallahu ala të ndërrollëzër e bën njeriu të lirë, e bën njeriu të lirë, e liron nga robnitë e kësaj bote, e ka robnu, a dini për shkak që ka njerëz kanë këtë dunjë, e ka robnu, rabe ka bu, një veprim i caktuar, sonë lollo. Po për shkak që i keq, për shkak që po don kryet me ta hungur, apo për shkak që këtë pasurinë të e di tonat po smoj, subhanallahu. Arab, kjo të çush robët si thuhet, varësi, e skajsh me ndaj disa veprime vëfër. Për me qenë i lirë, ti me vendos, pelo këto, se bëj këto kur, ti me vendos që shki musil, kush të japë këtë zët një lak, kush të japë këtë liri, veç adhurimin dhe Allah Gjallole. Wallahi, sa ma shumë rabbi Allah tje, ma i liri i me vendos. Sa ma pak rabbi Allah tje, ma pak ki mundësi me vendos. Vendos për të i epshet, vendos kojtja, vendos syni, vendos nacia, gjitha vendosin, po njëriz vendosën. Ndërsa për t'ja kthy njerit marrë një vendimeve që ajtë vendosë që ka dënë, me të lirit plot, me dignitet, me njerëzi që Zotë e ka kryuar, me Zotë një lak që thojmë në, apo? Ja e kush e bën njërin Zotëni? Adhurimin dhe Allah Gjallahu Ala.
ose që atëre ka arrit, do të thotë Zotë në lokën e ti. Dhe kështu njeriu jeton këtë botë, me këto adhurime, i arrin këto synime të mëdha, që jam mëson Kurani, dhe Kurani me këtë verzion të adhurimit e shfaq madhështinë e tij, dhe e përgatit njeriu të jetë individ i shëndosh, produktiv në këtë botë, dhe e përgatit njeriu për udhëtimin për ahiret. Nuk ka furnizim që ndihmon me udhëtu për në ahiret, pa të nalë kjerë i kërkun pas adhurime vëzëm. Sa di ki kjerët dhe me shku dhe i dikun, a ki mund si me mush me uj? Ka ma shumë uj. Së në mush, së është i përshtatë shumë, aja lanë dikës nuk qenë larga vëzëm, nuk mundët. Andaj adhurimet e Allah Gjellu dhe krasë janë, dhe të tëtë, me gjitha këtë minan këtë dunja, janë edhe një energji e vetë me cilat të ndihman me udhëtu për në ahiret atën, që suksesën me arrit dherë në destinacionin e kërkuar. Gjitha këto e shumë tira, kusht i mundësën? Ky libër. Kur lexon ti për adhurimet në Kur'an, shtohet të dashuria për këtë libër, respekti për të, madhështia, subhanallahu. Shikoj çfarë mësime, shikoj çfarë udhëzime, shikoj çfarë dispozita, të gjitha këto në shërbim të këtyre qëllimeve. E shumë qëllimeve tjera që nuk kemi mundësi me i shpjegu, por që një nga ato me e zbuluna të lexuar Kur'an, duke se po fluturon ato. Duke se çfarë përballë çfarë libri jemi. Prandaj disa të parë tonë, selefët të para, njerëz të mirë, nga dashuria për këtë Kur'an, s'ka mujt mungi tu e lexu, tu e majt, ta ndikuar ka kapë, ka përqafe, ka puth, ka thonë kelamu rabbi, ka fjala e Zotit tam, kjo fjalë pe Allahut tam ka ardhur. Me asnjë kënaqësi dhe përkushtim dhe dashnie. Pe ka fitun këto? Nga këto kuptime, duke e njohur këtë Kur'an nga këto aspekte, duke e njohur trajtimin e besimit në Kur'an, trajtimin e adhurimit në Kur'an, e shumë aspekte tjera që i trajton Kur'an që realisht e shfaqin madhështinë dhe bukurinë dhe begatin dhe mirësin e Allah që na e dha përmes këtij libri. Allah na bëft që të jemi të pajisur me besim të drejtën e te, dhe të jemi adhurues të drejtën e Allah xhallahu që përmes të adhurimit ta shfaqim besimin tonë në Allahun, të imunizohemi, të mbrohemi, ta ushqim shpirtin tonë dhe të jemi të lirë zotni, sikurse Zoti e bën njeriu krenar, ai që udhëheq, jo ai që udhëhiqet. Dhe të në mundësën Allah që me këto adhurime të pregaditemi që të dalë mjetët të ka Allah sa më faqebarë. Zotë ju shpëllë për mendë për sabrën, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,